billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. I gjithë falëndrimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qojmë. Mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuari xhamat, para se të i themi disa fjalë, është e udhës, është etike, është njerëzore, që ju përshëndes nga shpirti dhe zemra me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju. Vazhdojmë me zinxhirin e ligjëratave tona, e cila ka të bën me mëkatet e mëdha. Pra për sot, inshallah, jemi me mëkatin numër 63. Mëkati numër 63 i rënditur në librin e Imam Dhahabiut, i cili ka të titullohet me mëkatet e mëdha. Këtë libër e kemi thonë edhe më shumë se një herë, e kemi të përkthyme edhe në gjuhën shqipe, elhamdulillah, kështu që dikushi nëse është i interesuar mundet ta përdor, ta përcjell, ta merr si referencë pra këtë libër i cili është i përkthyme në gjuhën shqipe. Pra mëkati i 63. Cili është ky mëkat? Mëkati i 63 sipas radhitjes së Imam Dhahabiut është bistitnia. Hoxh, çka është kjo bistitnia, se më duket shqip pak si rrallë kena ndëgju këtë fjalë. Pra, bistitnia është me shpreh kështu Allah ka të nartë që mu mor me sende të kota, me vezvesëllëke, me llafe grave. Ati kështu me shpreh ma thjesht me llafet grave. Për shembull, në akşam mos i prej thoj se si ti prej shtojt, bëhet zban mi prej thoj në akşam. Si ti prej shtojt edhe durës, edhe të komës, bëhet edhe dek edhe darsëm. Si ta prese moca e zez udhën, këthau për asaj udhët të masë se nuk ban. A kështu apo jo? Do të llafe grave. A ka llafe grave? Therrën me hek mbrëmje zban. Pse zban? Se therra tha shkon nuse. Kështu kanë thonë më herët. Ju lutem, këto feja islame i ka tregu, i ka mohu, i ka refuzu, i ka nashkalu, i ka ignoru, i ka lënë komët e veta. Pra ata, se këto kanë pas edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam. Për shembull, në kohën e pejgamberit alayhis salam njerëzit në jahila, çka s'kan pas fe dhe din, çka kanë bënë? Janë nisën. Edhe kur janë nisën në udhtim, thotë për me këshir udhtimi apo na shkon mirë apo na shkon keq, në kohën e pejgamberit, të jahilit, do të thonë se muslimanë kanë marrë një shpend. Edhe kanë shkruar shpendi të përpjet. Nëse shpendi ka shku ka udha e jote, për shembull jam nisur në Kumanova me shku apo. Nëse shpendi ka nisur me fituru ka Kumanova, demek shpendi ma ka qenë mu rrugën. Hec. Por nëse shpendi ka shku të përpjet, për shembull të fshatët të përpjet, kthau se udha ka më të zonë. Llafe janë këto. Edhe erdhi Islami na mësoi neve që me ju largu këtë në farë bistitnive. Pra, në terminologjinë islame ju thënë bistitni. Çka janë bistitnit? Senet llafat e plakave, llafat e fallxorkave, llafat e njerëzve të cilët nuk kanë kur falidhje me dinin e Allahut Azza wa Jall. Për ata, kjo është rrezik. Thotë dikush, po s'ka be diçka rrezik. Jo, që s'ka rrezik. Ti e doket që s'është rrezik, ama në realitet kjo është rrezikshme shumë. Pse është rrezikshme? Se faktikisht përzihet në kader të Zotit. Edhe një herë, kjo përzihet në kader të Zotit. Nëse i modhi Allah ma ka shkujt muj me mdodh një kader i Zotit, nuk ka kushit që më ndërpret muj kaderin e Allahut Azza wa Jall.
E që të me thonë, ne, Allah i thotë, wa idha azamte fatawakkel ala Allah, kur ta ke vendosur një punë me e bën mbështetje Allahut edhe hec. Hec. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë në një hadith i cili është i transmetuar nga Isa ibn Asim an Zerr ibn Abdullah, thotë, ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu shirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bi tawakkul. Thot bistitnit të çojnë në shirk. Bistitnit të çojnë në shirk. Këtë bistitnit thot nuk e largon askush përveç se Allahut. Qysh? Këto më shumë bistitnit mirën të gratë. Pse i thënë llafe grash, llafet e grave? Gratë kanë merak, si të lindje fëmija banja këta, si të bane fëmija banja këta, si të martohet qika banja këta, si mos martohet qika banja këta, si të jetë 7 zone banja këta, si mos jetë 7 zone, teri, edhe mas vdekjes, mirën me si farsenet të kota. E pejgamberi po thotë të janë shirk. Shirk janë këto. Se ne e kemi mbështetjen vetëm tek Allahu Azza wa Jall. E mirë hoxh, po çish më i larguan Muhamedi alayhis salam, po thotë çish më i larguan, jo Lukmani. Unë kam thonë 100 vëllezër, sa për fjalët e mia, si Lukmani si hoxh, gjuhën e mësoni muri, çish ka thonë Abu Hanifja, ka thonë, nëse fjala ime vjen ndesh me fjalët e Resulullahit, të merrni fjalët e mia dhe mësoni murit. E çfarë më bë? Pra pejgamberi, merrni fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk luajm rol tjetër vetëm se përkthyes. Ne e marrim prej te kroni i Resulullahit alaihi salam edhe e bim në gotat e juaja që ju më e pi. Që kjo është, kur gjonës faktikisht ne jemi shërbëtor. Pikës parit, Allahu na bon dhe është krenari dhe krasi dhe nder dhe privilegj për mu është që unë bom shërbëtor i sunetit pejgamberit alayhis salam, po njëkohësisht është privilegj dhe krasi për ju që ju të pini ujë nga kronit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ki dashmi jon sallallahu alaihi wasallam edhe që tu na ka mësuar se çish me largu këtë bistëtni, çish me largu këtë vezvese. Çfarë thot? Walakin Allah yudhibuhu bi tawakkul. Allahu thot ta largon ty vezvesën me mbështetjen në Allahun. Unë kam vendosur me shkon Kumanov, o burr. Ju kam mbështet Allahu që ka mu nis me shkon Kumanov. E shka do që më gjenë rrugës, mirë se ardhë me kader Zotit, du kaderit Zotit se rrika shi. Unë e kam vendos me bon një punë, u kri më abeti, e jonet priti, nësë të dishka mos përshonë ondër këtë, mos përshonë ondër atë. Ma kanë lodhë kryt, vlasdit e mje. Vallahi kryt ma lodhën muen për mes telefonat, tash telefonat janë bërë gratis, na për rrjetet sociale të lloj-llojta, hoxhi nderuar e kam pa një ondër. Hoxhi nderuar, po shambre komentatori rrondrave, Allah në xhenet qoftë. A banë që ta me bo qishto, a banë me bo që ta qishto, po bolli bre mos në alodhët. O vlla, fal namazin, rri me abdes, vendose punën që ka ki bo, mështetja Allahut edhe hec. Njëherë, mu i këllë nga dodhë. Isha me një, në Kosovë, pe tregoj venin. Në Kosovë, edhe ishmi me një farë veni malor, ashtu një farë punë e kishmi me të shokë. Kur për shokë i shoferi që ishte vozitën, për njëre ka frenu kerrin, e ngrejti frenin e dorës, dul për kerrit edhe gjojti të një moca. Na fakësën e kapi mocën. Pi thoma ti, që e kisha në kërë, shka u bomëra, shka e rogën ki budal. Kur u këthi, shka të rogën, për tha e pa me mocën. E qka? Për tha ke e zez. E qka tani? Për tha pejgamberi, tha ka thonë, tha mocën në zez, tha kur ta shifni, tha vrane. La ilaha illa Allah, Muhammed ar-Rasul, elhamdulillah që se ne kapi, elhamdulillah. Qysh bre, thash, ku e ki gjithë bre këtë hadith? O zotni, thash, pejgamberi ka thonë, qenin e zi, qeni i zi është shejtan. Për ata i ka thonë më shumë se njerë, qenin e zi mëse marrë një shpe. Qeni i zi, dhe si do mos i këtë kretrat e bardha, të vonë komet bardha, aja është tipik shejtan, mos i marrë një shpe. Për qeni ka thonë, jo për mocën, për një me, Allah hile, thash, jo Allah hile, pa Allah di hile. Keve të e morë në qath, thash, bigajri hak, thash, mocën e shket, kishtë dalë me hongër ushqimet e vetë, riskën e vetë, gjithë ashtë ti me vra bigajri hak. Pse? Se plakët në kam su neve, ne kanë njëllë në krybe, thonë se moca e zezë, si dalje për para këthe e udhën të masë. Po mocë mara është del, para del, mas,
E ka punën e vetë, e ka jetën e vetë. Aja kështu apo jo? Pra, këshire sa mirë ka ardhur ki Islam, sa mirë ka ardhur ki sunet me na liru nga çdo bystitni, nga çdo vezvese, nga çdo fjalë të plakave, nga çdo fjalë të fallxorkave. Se krejt çto moca e zeze, moca e bardhe, e therra, ajo, e kjo, këto krejt zanafillën. Mo në mend çto fjali, çto fjali vllazni. Krejt to zanafillën e kanë te kush? Te fallxorkat. Te fallxorkat. Subhanallah, kënena edhe në sunetin e shëndosh të pejgamberit alayhis salam, sunetin e pastër e leonësh, në ato na shkon edhe bën në ndikim të një fallxorkës. Naudhu billah. Pra ata vëllezër të nderuar, në këtë din, në këtë fe, nuk ban edhe me ishti hund dhe durt nëse zdim. Sikur not, ndeti ku përshkojnë, ata shka zdin me notu mirë, nuk ban mira dalgës shumë se zdi që përfundon. Kur ndetja gjithë përgucesh e mira dalgës shumë, po këto, çka ban? Ka din, ka fe, që më me po? Allah për dhe ngërën, fes'alu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyet një dietar, pyet atë shka e dini, shka nëse nuk e dini. Pyet, s'është marrë me pyetën. Marrë është me vepru gabim, me shku sikur ai zotriu që dashti me vra mocën në gabim. Pyet, pse pejgamberi ka ndalu mocën? Na them, jo, pejgamberi s'ka ndalu mocën. Përkundazi pejgamberi ka preferuar, tash jo, se tash ka ndryshuar sistemi i jetës. Ama më herët shtëpitë e vjetra është preferuar më kon një mocë. Pse? Sepse moca është një rojse nga insekte, por ku ka mocë nuk ka insekte. Edhe qenin e ka leju pejgamberi me rritë shtëpia. Ma jo me shtim brenda, jo me bo vlla dhe motër. Jo me dash qenin më shumë se prindërit. Ama qeni ka venin e vetë në bara që. Pse? Se qeni është alarm, arshrojtës i pasurisë edhe i shtëpisë. A jemi qartë? Pra duhet t'i dim në gjonët. Duhet t'i kuptojmë gjonët. E jo me morën me bistitnia, me fjalë të plaka, me fjalë të cilët janë të pakur farë baze në din e Allahut Azza wa Jall. Pra ta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la udwa, wala tirata, wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu, wa ma al-fa'lu? Qala al-kalima at-tayyiba. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, nuk kam qef, nuk pranojmë me pas thot epidemia ose pandemia. Se ato janë të dëmshme. Pra, gjithmonë lusmi Allahun që Allahu na largon nga smundjet të cilët e patëm para do vjetëve, apo jo? Pra pejgamberi në atë kohë, se ka pas kohë pejgamberit, kohën e Omerit radhiyallahu anhu, tash mos tin detale se minutat po më kalojnë. Pra, në atë kohë pejgamberi ka thonë, Zot mos ta sprovoj me pandemia dhe me epidemia. Wala tirata, e as me bysticnia. Wa yu'jibuni al-fa'l. Thot dhe më pëlqen thot mua thot dua thot, që në këtë formë dua që ta përdorni fa'l. Pra nishmi të thani, oj dërgumi zotë, çka ishte kjo fjala fa'l? Ta s'pe kuptojmë fjala fa'l ta është me pas mbështetjen Zotin. Atë që thëm ajetin kuranor pak më herët, wa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kur ta vendosësh një punë, mbështetja Allahut. Pra më keni vendost. Edhe me të ndodh diçka e papritur, edhe me të ndodh diçka e papëlqyer, na çka thojmë? Qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Allahu ka vendosur kështu. Edhe unë jam i pëlqyer në caktimin e Zotit. Për shembull, jeni spesh pjesë tonde me shku në Kumano, shembull do marr. Edhe rrugës ta prejtim udhën një mocë zezë. E tash nëse je aq i dopt, shka moca po tregoj ka ty te andeja ka diçka s'ka andeja, atëherë mos kosh se i burr. Edhe ty e thua hecmara se kjo ka jetën e vet shumë gojë vun, shka ka moca, moca ka botën e vet. Vazhdoj unë. Edhe me të ndodh diçka shembull. Edhe me ndodh diçka thuj, pse çka ka lidhje? Kam pas kader Zotit, da faka ime kader i Allahit, elhamdulillah që s'u më e madhe. Gjithmonë vllazni, kur t'ju ndodh diçka, falënderoni Allahun. Pse? Që e mendet ajo ma e ronda se, thuj elhamdulillah që pështova me kaq.
Ka mujtë me ndodhë edhe me e keqe, ka mujtë me ndodhë edhe me aronda, po me kaq pështova, alhamdulillah. A me shëf, pra, automatikisht, më pështetë e vetën të kush, të kaderi i Allahut Azza wa Jall. Pse? Sepse Allahu në Kur'an për dhëtë, wa men yatawakkal ala Allahi, fe huwa hasbuhu. Kush i mbështetet Zotit, ati më jarëfton çdo send. Çka ka të bëjnë me moca me mua? Çka ka të bëjnë për shembull me më vendos fatin tem moca me shku rrugës a mos me shku rrugës? Këtyre gjërave ju ka kalu më koha. Unë kam folën në fillim, disa vëllezër ndoshta s'kan dëgjuar ose dikush që ka harruar, kam thënë në fillim, çdo send që i përket dërvishtllëkit është në komtet tona. Kanë kalu më kohërat. Ka kalu koha me shku fëmijën te vorri me sill 7 herë kolla vorrit. Gjeneratët e vjetra e din shumë mirë, ju trit nuk e dini. Nuk me e cekit, thonë shat. Qëtu në komunën tonë kemi pas një vorë shkojshin më herët edhe sillshin fëmijën në kolla vorrit. 7 herë me sillën. Na sillen 7 herë kemi rreth qapa, se jo rreth vorrit atje. Elhamdulillah. E kanë shkullat gurin, kur e kanë konstatuar në gurin s'kish pas kusho, kish pas dukat. E sjellën tonë shqiptar honjat, ban shirk Zotit e udhë billah. Kanë kalu këto kohra, kanë kalu kohrat e bistitnive. Është koha, unë shpesh kam thonën, është koha e trunit, nuk është më koha e drunit. Rinia është duke në urrit neve me një gjenerat e shkëlqyer e cila është duke urrit me rrjete sociale, është duke urrit me internet, është duke urrit me teknologji bashkëkohore. Leni ma të farë bistitije që cilët japin një farë pamje, një farë karakteri, një farë dërvishtllëkit edhe turp është me cekën. Moca, me ma cek mu e fatin tim. Vorri me ma dhe mu i shërimin, e stakfirullah. Po me ditë se tanë jetën, kancer më banë. Pasha Allahun e qabë, së do në sypi hatën gjithve. Kancer më banë. E me më thonë, se e ki e shërimit të shtatë se filan vorri, shko si dhe shtatë herë, wallahi, billahi, tallahi, thëmë, këtë kancer më ka që Allahu e pranoj caktimin e Allahut, ama të vorri nuk shkoj. Edhe pëse më ngalanton dikush që ka shërim, s'ka shërim, ati ka vetë mështrim. Pse? Unë e besoj kaderin e Allahut, qoftë i ambël, qoftë i idhë. A keni dëgjuar fjalën e Muhammedit a.s. ku thonte amantu bi qadarillahi hulwihi wa murrihi. Besova në caktimin e Allahut, qoftë i ambël, qoftë i idhë. Në caktimin e Allahut e pranojmë. Çish gëzohemi kur Allahu na jep mirë, çështo durojmë edhe kur Allahu na jep sprova. Allahut janë. Çish ata është vetëm mirë me thon Zotja? Dënherë Zoti çon sprova. Allah i sprovon në pasuri, Allah i sprovon në fëmijë, Allah i sprovon në shëndet, Allah i sprovon krejt. Krejt janë, sa ka që Zotit të mira qonë edhe sprova, shka të vjen prej Allahut mirë se ardhë. Pra, vëllezër të nderuar, besoj që të qartë e kimi këtë çështje, edhe morë nuk duhet që ka të lodhmi na rreth kësajna, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka shpjegu këto gjëra, edhe xhamati i xhamisë tonë duhet të jetë i qartë me këto mesele, sepse ku thash më herët truni i jon është trun i shekullit 21, nuk duhet më të mimi me kësi fasene se pasha Allahun e qabës. Gone mjek e gjali që bua them, pasha Allahun e qabës. Por derisa muslimanët mirën halame që si farë bërlokane, armisht kanë me na pri dhe udhesh neve edhe me shekuj të qerë. Ato çdo sa ne pranojnë të muslimanët, çdo sa ne pranojnë, vetëm islamin e vërtet nuk e dojnë. Banu dërvish sa dush, s'ka gale. Banu shia sa dush, s'ka gale. Banu aj, banu ketë. Musliman i kapëm për Kur'an dhe për sunet, jo, ju pengon. Se e din ato se islami i vërtet është qyki. Ato në kanë veshtje me lëllë bistitnie, ato në kanë veshtje me lëllë hajgare, me lëllë prale. Bolli mo, ka kalu koha këtë në seneve. Është koha ku thash që, elhamdulillah, pak marët e pata një misafir këto, edhe në gjamije kemi hala, edhe i thash qetash ku imi të e bo gati, këto librarien me e pasë në gjami. Pse? I riu dhe e reja jonë, le të vinë, le të antarësorën, le të merë një librën, le të lexon të shpia, e këthen librën e merë qetrën. Ashtë koha e leximit. Rinie ndëruar, fillohuni, se vallahi nuk ka islam të vërtet pa Kur'an dhe pa sunnet. Pra ta në çdo herë, që sot joni prej imamve, për me ditë vetën a jenë hak, as jenë hak,
Këshira thot shigjetet e armikut ka janë të këthyme. Nëse armit të sulmojnë, di që jenë vërtet. Nëse armit shpinën të limojnë, ta di se ti jenë një argati tyne. Edhe Islami, nuk ngritet Islami me dërvislëqe, nuk ngritet Islami me bistutinja. Islami duhet të ngritet me Kur'an dhe me Sunet, se kështu na i la Muhamedi a.s. emaneti i tina në Hajjatul Wada, në Hajjul Luftumirës ta, pa ualon tha disende, terektu fikum shejejni ma in temessektum bihima lën të dillu ebede. Tha po ualon tha emanet, dy gjëra tha, nëse ju kapni atin e dy gjërave, korta s'keni për të humbur. Qëre të gjëra? Kitab Allah wa sunneti, librin e Allahut dhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fund çka tha? Addu alejha bin nawajidh, merë dhe shtrëngon ata fort me dhëmballet. Pse? Se e ka ditë se ka me ardhë pjella e dërvishve, ka me ardhë pjella e shijave, kanë me ardhë ato dhe kanë me sulmu këtë din, kanë me sulmu këtë sunet, edhe ne duhet jemi ata ushtartë, ne duhet jemi ata idhtartë, të cilët e mbrojmë këtë fe, sa do që na i sulmojnë, ne do të jemi ata të cilët me emën të Allahut do ta mbrojmë inshallah. Allahu na bëft gjithëve idhtarë të kësaj feje, na bëft ushtarë dhe mbretës të kësaj feje, që me këtë fe dhe me këtë sunet të jetojmë, me këtë fe dhe me këtë sunet të veprojmë, me këtë fe dhe me këtë sunet Allahun të takojmë, me këtë fe dhe me këtë sunet inshallah gjithëve Allahu i madhruar në xhennet të na bashkon inshallah. Amin, amin. آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.